ofertën që ka dalë marrën me emra kryeministri i Shqipërisë? Tani Marini, unë nuk besoj se as vetë Marini e beson këtë. Për aq kohë sa unë mendoj që Marini është djalë inteligjent. Nuk mendoj se ai mendon apo nuk mendoj se ai mundet të mendoj se Shqipërisë duhet një person. E kemi ndritur neve 100 vjet me një person. Enver Hoxha, Fatostano, Ramiz Alia, Sali Berisha, Edi Rama, kemi krijuar lloj idhush. Ne na duhet një skuadër. Na duhen ca çuna dhe goca të reja që të vendosin kombin në Brazd. Ne na duhet me hap, domethënë të hapësh në nivel mbarkombëtar, të vendosësh ura komunikimit rinisë shqiptare me rinin shqiptare të Kosovës, me rinin shqiptare të Malezisë, me rinin shqiptare të Greqisë, me rinin shqiptare të Maqedonisë Veriut. Jemi zero, ne shikojmë ne dhe ju. A kuptoni sa e tmerrshme është? Kemi qenë të bashkuar në shekullin e 19 në fillim të shekullit 20 dhe pasi morën pavarësinë e gjitha me radhë, neve jemi ndarë. A kuptoni sa e tmerrshme? Na thojmë shqiptarët e Kosovës. Kot tash. Ka ndarë lloj kombesh. Po pse duhet më shikosh ndryshe? Ne jemi një. Pse janë serbët fuqishëm me kohezion social? Se nuk shikone je nga Vojvodina, je nga kjo je serb, thot, je joni. Greku po ashtu, po ne shqiptarët pse? Se neve kemi të rjetën themi armiku, ore Gjarbi është krijuar për të piskuar, pse i mërzitesh armikut që po të lufton? Pse nuk mërzitesh me veten tënde që si mbrohesh armikut? Po dhe kështilla po shtohet nga brenda, jo nga jashtë. Kush po ja shet detin në Greqisë? Unë apo Edi Rama me Sali Berishën? Edhe me Salina, se Salin këgjë me ke pos diku. Sali Berishën unë e kam mbrojtur publikisht për 1001 arsye edhe pragmatiste me qenë si 100% i vërtetë, sepse ishte një djalë. A ka më kote për vërejë e pirin? Pa fund. Nuk ka njeri jo mëkatar, edhe unë që nuk merrem me politikë direkte jam mëkatar, sepse dashur pa dashur. Po ti si je mëkatar për vërejë e pirin? Po unë mëkatar për vërejë e pirin nuk jam, po ti ishan kushtet e Sali Berishës dhe Edi Ramës edhe mund të bëhesh mëkatar, mos bëhemi më katolik se papa tash. Unë jam i miri dhe ata të këshillit. Po pajtona këto, kitre. Domethënë duhet me vesh një këpucë të tjetrit. Unë di që duhet të kesh karakter. Mund të dështosh më. Se kanë dështuar shumë veta, burra shumë zgjuar. Po dhe. Po vdis me krenaria, edhe të vdekja politike. Për shembull, unë dashuroj kulturën japoneze. Harakiri është, nuk e di, glorifikimi i vdekjes. Domethënë unë ikim me nder. Pse duhet të ikësh si palaço? Pse duhet ta mbyllësh si palaço? Kush këtë rast Berisha për të gjithë pa përjashtim, nuk ka njeri politikan që e pse ka dalë një thoni shpenë se po ndërpes këtu të në Kosovë thonë sa më gjatë re Sali Berisha në opozitë, aq më gjatë re Edi Rama në opozitë, është e vërtetë? Është e vërtetë sepse është krijuar një lloj establishmenti. Ata njerëzit që janë aty në protest mund të kenë ndodhur nga 1001 arsye, mund të jenë nismëtar, mund të jenë Sorosi, mund të jetë X, mund të jetë djalli, mund të jetë Dexhalli, quaj si dush ti. Në atë protest kanë dalë njerëz të cilët mendojnë dhe kanë demaskuar që kjo politikë vëlla është e kapur dhe nuk janë të përfaqësuar, nuk ndjehen të përfaqësuar. Kjo është ajo që u dhëm partive establishmentit. Sepse kanë humbur vota, potenciale janë të majtë të djathtë ata, nuk është se dolën krijuam një popull të ri, nuk e krijuam prej balta. I njëjti popull është. Altin Goxha e thotë të gjithëve Parti Komuniste. Shikoj, Altin Goxha e ka mendimet e veta, unë ja dua trurin. Altinin kemi një bashkëpunim vllazëror familjar në podcasti që kemi një audiencë të mrekullueshme, a kupton, e quajmë Mishullit. Po vi keq me thonë se edhe pak a shumë ju keni qenë iniciatorë e protestës. Neve nuk kemi qenë iniciatorët, neve kemi qenë njerëz që kemi bërë thirrje që hajde të kapim dinjitetin. Çfarë do të thotë dinjiteti? Ço vëlla se e pse po ta nolin rrymën me se përcjellë emision të kitë jashtëzakonshme. Absolutisht po. Domethënë fillojnë ta kanolin ato te Altini edhe te. Ne kemi rritur koston. Çfarë do të thotë kemi rritur koston? Nëse Rama apo Berisha na sulmojnë neve, se Berisha e provoi me Alfred Lelën. E provoi duke më sulmuar, edhe më bëri marketingun që ta kisha paguar Alfred Lelën Sali Berishën, po ti paguaja $5,000, nuk do më bënin aq bukur, ma bën falas. Pse nga urrejtja? Sepse urrejtja mund të jetë e fuqishme, po s'ka vizion, nuk ka imagjinat. Të limiton. Rama është Berisha update në PR. Rama e di shumë mirë që po të godasi drejt për drejt nuk më vret dot, sepse nuk është në kushtet e fillimit, është në kushtet e dekadencës vet. Ndërkohë që mua mund të krijosh çfarë duash, thua agent serb, agent iranian e gjitha, të ardhurat e mia të tëra deklaruara janë të pastra. Nuk më shikon dot as me drog, nuk më shikon as me prostitucion. Nuk më shikon as me tendera, nuk më shikon as me zarfe. T'ia fusim ti vendosim gjob. Edhe pse ti e di shumë mirë se je më me eksperiencë sa unë në media. Të vinë shumë veta oferta, ma bëj këtë, se t'jap kaq ta bëj. Po. Ti ke karakter vëlla. Ne dalim në rrugë, s'kemi frikë me kthy kokën pas.